Argentina mposhti Anglinë, kapiteni I 3 luanëve Harry Kane nuk e fsheh zhgënjimin. Anglia u eliminua nga botrori pas humbjes 1-2 ndaj Argentinës në gjysmëfinale, duke I dhënë fund ëndrrës për të luajtur finalen e madhe. Kapitani I 3 luanëve Harry Kane nuk e fsheu zhgënjimin pas përfundimit të sfidës, duke vlerësuar përkushtimin e skuadrës, por duke pranuar se ekipi nuk arriti të menaxhonte momente vendimtare. Jam I shkatëruar për djemt, për të gjithë ekipin, stafin dhe tifozët. Kemi punuar jashtëzakonisht shumë për të qenë këtu dhe lojtarët kanë dhënë çdo pikë vrapimi, gjaku dhe djersa dhe lot. Prandaj të mbetesh kaq pranë është shumë e dhimbshme, u shpreh Kane për BBC One. Kapiteni anglez pranoi se skuadra e tij humbi kontrollin pas golit të avantazhit, sipas tij Anglia u turoi shumë dhe nuk arriti të ruante intensitetin e treguar në pjesën më të madhe të ndeshjes. Luajtëm një ndeshje të mirë në pjesën më të madhe të saj, por kur kaluam në avantazh 1-0 u duk sikur përpoqëm të mbanim rezultatin. Në këtë nivel kjo nuk mjafton, tha sulmuesi. Kane analizoi dhe momentet kur Argentina mori kontrollin e lojës pas barazimit. Në pjesën e parë, në fillim të së dytës vendosëm nën presion, fituam topat dhe kontrolluam mirë lojën, por pas golit të parë të tyre gjithçka ndryshoi, ata shtyn më shumë lojtarë përpara dhe ne nuk arritëm t'i përballonim dot ata. I pyetur nëse kjo ishte një ndeshje tepër për Anglinë pas një rrugtimi të gjatë në turne, Kane nuk dha një përgjigje të prerë.